Do të vjen flasim për këtë ngjarje të pa precedent në lidhje drejt për drejta. Kam ish deputetin e Partisë Demokratike Dash Sula, gjithashtu edhe avokatin Leonard Karaj. Ju përshëndes. Faleminderit shumë. Përshëndetje Ilir, kënaqësi. Zoti Sula, si një njeri që e njeh mirë ligjin, pjesë e sistemit kohë më parë, përveç tek autori i kësaj ngjarje të rëndë, ku duhet ta kërkojmë përgjegjësinë? Ilir, një radhë parë kjo, e ndujke pak më para dhe atë që ka thënë profesor Max Haxhia, është një ngjarje e cila është tronditse, jo vetëm për rastin konkret, por për gjithë sistemin e drejtësisë dhe pikërisht do të jetë një piknisje, një reflektimi i thellë për të gjithë të institucionet, po sidomos, do të thoja pafundësisht sidomos për politikën. Pse? Sepse e ka thënë shpesh tek ju dhe në çdo studio, duke qenë e ka njohur edhe sistemin e drejtësisë për 15 vite, sidomos në vitet e vështirë, prapë në 70-s, të 98 deri në vitin 2000 ka qenë të merr për punuar gjyqtar dhe prokuror, po përsëri nuk ka qenë kjo klimë toksike e kontaminuar nga politika se sa është sot në këto ditë. Dhe kjo ka një arsye shumë të thjeshtë dhe cilët do duhet ta pranojmë të gjithë edhe ne si politikan, po edhe gjithë shoqëria. Arsyeja e vetme është sepse më në fund drejtësia jo se ka arritur rezultatet të shkëlqyera, por e ka vërë gishtin në plan duke prekur politikanët, duke prekur politikën, të cilët ka qenë të paprekshëm ndër vite, për gjatë tyre 30 e ca viteve në demokraci. Dhe tani që ka ardhur tek karrikja apo studha e fjala e politikanëve, politikanët janë shuar politika shuar si një grish ose si e gërsira për ta shqyrë dhe për ta kërkuar gjithë problemin tek drejtësia. Nuk mund ta kërkosh gjithë problemin tek drejtësia. Në rastin konkret të një gjyqtari, gjykata nuk prodhon akte, as pronësia, as gjë. I prodhojnë pushtetin ekzekutiv, i prodhojnë legislativi, i prodhojnë pushtetet e tjera dhe dyert ku përplasen të qytetarët, pastaj në padrejtësisë të cilët është bërë nga pushtetet e tjera, është gjykata. Pse thekte? Sepse ndodh që për shembull për një akt pronësie, për një tokë apo për një banesë, e cila është shitur 5 herë nga një ndërtues, që të cilët tani ka gjetë një kuadër ligjor të rregulluar, i cili është me vonesë, po që u bë, që parandalon shitën 1 herë, 2 herë, 5 herë, 10 herë apo 3 herë që shitën në vërtetë të ndryshëm, ka gjetë një zgjidhje, apo të një pronësie të caktuar, të cilët prodhon akte një bashkie apo një kryetar bashkie apo një këshill bashkiak dhe 2 personave, të cilët pastaj thonë, pavarësisht mund të ketë marrë në padrejt, mund të ketë marrë në mënyrë shfet apo në mënyrë të padrejt, pra për përplasjen e dyert e drejtësisë. Dhe ai që i ka marrë në mënyrë të padrejt, duke paguar rishfet, prapë thotë nuk kanë të drejtë, edhe pavarësisht që nuk ka të drejtë. Kurse ai që ka të drejtë, pastaj i prapë shqetësuar, ndodh që jap në gjykatës që nuk i takon, ja jep në mënyrë tjetër, ka një problematikë jashtëzakonisht të madhe. Tani politika, miku im, megjithëse je shumë i ri përpara meje, edhe bashkë me Leonardin. Unë mbaj mend vite se përpara vitit 90 prokurorët e gjyqtarët ishin prokuror politik dhe gjyqtar politik ishte vija partisë diktonte që drejtonte, kryetari i TUSIS apo prokurori i rrethit apo kryetari i gjykatës ishin antar partie komunista. Ishte vija partisë për gjithashtu propagandë për dënimin e qytetarëve apo për zgjidhjen e problemeve civile që ishin pakta. Sa herë s'ka pas as pron private as gjëra tjera.